Mëngjesin e së dielës besimtarët musliman në disa qytete të vendit falën namazin e Fitr Bajramit. Në Durrës falja e namazit u krye në sheshin para xhamisë së madhe të qytetit. Qindra besimtarë u mblodhën në shesh dhe kryen ritin fetar herët në mëngjes. Edhe në Elbasan kanë marrë pjesë në faljen e Fitr Bajramit të mbajtur në qendër të qytetit të Elbasanit. Falja drejtohej nga Myftiu Agim Duka. Pas muajit të shenjtë të Ramazanit edhe besimtarët musliman në Korçë falën namazin në sheshin e xhamisë Ilyas Bejmirahori në drejtimin e Myftiut Ledian Cikaleshi, i cili në këtë ditë të shenjtë uroi të gjithë besimtarët. Uroj që kjo festë Fitr Bajrami të ketë gjetur sa më mirë të gjithë shqiptarët, të gjithë besimtarët musliman dhe të sjellë mirësi, paqe në familjet e tyre. Në Kukës besimtarët musliman falën namazin e Fitr Bajramit në xhamit kryesore të qytetit të Kukësit. Myftiu i qytetit Emirion Vathaj tha se kjo ditë shënon një nga ditët më të bukura të kalendarit islam. Falja e namazit e Fitr Bajramit nga besimtarët e shumtë u bë mëngjesën e kësaj të diele edhe në qytetin e Delvinës. Myftiu i Delvinës Bledar Ali ka uruar besimtarët musliman delvinjot dhe jo vetëm për mirësi dhe begati në jetën e tyre. Për besimtarët kjo ditë shënon shpërndarjen e lëmoshës, solidarizimin me të varfrit në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi të gëzojnë së bashku këtë festë.